ka mundësi që të peshkohet, kontrabandohet? Luta kishë thonë me pas prostitucion politik në raport me deputet që të merret ndonjë nga Partia Demokratike e Kosovës për ta votuar qeverinë. Ne sot patëm një drejk pune me deputetët e ri të zgjedhur të Partisë Demokratike të Kosovës. Erdhën krejt. Po, të gjithë, me përjashtim të njërit që ka qenë jashtë vendit në vizit, të gjithë ishin aty dhe unë jam shumë e bindur që brenda Partisë Demokratike të Kosovës, brenda grupit tonë parlamentar, nuk do të ketë asnjë lëvizje befasuese çfarë kemi pasur në legjislacionin e kaluar. Partia Demokratike e Kosovës është më e bashkuar se asnjëherë më parë, më unike se asnjëherë më parë, dhe nuk shoh asnjë mundësi që të penetrohet me joshje dhe oferta nga ana e kryeministrit që është në detyrë. Lora, a një pyetje, kështu, të më thonë, në që debatin pozit-opozit, rëzimi kurtit, të thotë, presën e LDK-s e preki Dardani. S'po da me komentu, Lora. Jo, asë qëndrimin. Jo, po du me pyet diçka tjetër, se është një pikë që benoj që është e dopt, e cila është shpërfaqur në ditë e para pas zgjedhjeve, se është deklarata e zotit Limaj, i cili thot që ai do të flet me të gjithë, inkurajon me bojë institucione më të shpejta, po thot diçka tjetër. Për kundër faktit që e kanë arate mund kështu si sulmur që ka me bojë qeverinë, ai me një moment thot që zgjedhje nuk leo mu bo. Paka shumë po e marrë rrezikun se sokon bashkë ky parafrazimi, po e marrë logjikisht ka thonë që në zgjedhje nuk shkoj. Që është analizë logjike politike prej pozicionit ti. Dikush që ka vujt një mandat pa qenë fare prezent dhe është rikthyer në parlament me qykzori në aleancë me Aleancën për Armërinë e Kosovës, nuk është i gatshëm me i hub 3 deputet e vet ose pozicionin e vet ty provoku zgjedhje të reja. Po të kaja mund të pas një rol këto. Do të në debatet që bëhen në këto studia dhe këto janë pjesë e kësaj jete, bëhen një analizë në cilën thuhet që të fundit, zoti Limaj mes qeverisjes me Kurtin dhe shkumjes në zgjedhje do ta zgjedhë dhe do ta pranojë edhe Kurtin. Nuk është rrohet për shkak të mbijetesës, sepse e ardhmja e tij politike është e celueshme. Jo, ylli.